Strukturat e Komisariatit të Policisë Lushnjë zhvilluan sot një takim sensibilizues për parandalimin e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të bimëve narkotike. Në takimin tek muzeu morën pjesë shefi i Komisariatit të Policisë Lushnjë, Gerald Toska, nëndrejtori i Policisë së Rendit Fier Gazmend Shehu, nënkryetaria e Bashkisë Edlira Mezini, si dhe administratorët e njësive dhe kryepleqtë e fshatrave. Qëllimi i këtij takimi ishte parashikimi i masave, detyrave dhe veprimet që do të merren dhe zbatohen nga strukturat ligjzbatuese për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Kultivimi i bimëve narkotike në territorin e Lushnjës është një sfidë që nuk i takon vetëm policisë, por të gjithëve. Mesazhi që do përcjellim është ai i bashkëpunimit të plotë në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, u shpreh shefi i Komisariatit të Policisë Lushnjë, Gerald Toska. Ky fenomen nuk sjell përfitime për askënd. Ai sjell vetëm pasojë ligjore, burgime, familje me probleme dhe fëmijë që vuajnë pasojat e gabimeve të prindërve të tyre. Ne duhet ta parandalojmë këtë fenomen me veprime konkrete, jo vetëm me fjalë. Ju lutem, mos e shikoni parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike si sfidë që i takon vetëm policisë, por si një sfidë të përbashkët, ashtu si kundër e përcaktojnë detyrimet ligjore për secilin nga ne. Kërkoj nga gjithë ju bashkëpunim të plotë, shkëmbim informacionin në kohë, kontrole të përbashkëta në ambiente të hapura dhe të mbyllura.